Seanca ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj është shtyrë për shkak të një situate të pandodhur më parë. Në nisje të procesit këtë të mërkur, avokati është shprehur se klienti i tij nuk kishte marrë njoftim për orën dhe datën e seancës, ndaj dhe nuk ishte shprehur nëse do të ishte apo jo pjesë e procesit. Situatën e ka pranuar edhe ish kreu i SPAK prokuror në dosje Altin Dumani, duke ju drejtuar trupës gjykuese. Ai ka kërkuar të mësohet se përse drejtoria e burgjeve nuk ka zbatuar urdhrin e gjykatës për njoftimin e zhvillimit të seancës. Nisur edhe nga situata e krijuar, gjykata për korrupsion dhe krim të organizuar vendosi të shtyjë procesin në 27 prill, duke kërkuar njoftimin e Veliajt, por dhe ku do të sqarohen shkaqet se përse administrata e burgjeve nuk kishte zbatuar detyrimin e kërkuar. Veliaj akuzohet nga SPAK për 13 çështje në 4 vepra penale si kryetari i Bashkisë së Kryeqytetit.